Respekte Aziz, duke shqarë gjithsej me ne, po je përgjithsisht etik në ironin tënde, me përjashtim një rëshqitje aty, se LBT ku rri në gjithë me kënetën rëshqet njeriu. Tani po i marrë me radhë. Shëndetësia, po eksakt. Sot është dita me natën. 53 spitale të reja, 400 qendra të reja shëndetësore. 30% më lirë ilaçet se i hoqëm të vëshën. 210.000 pensionistë rimbursuar 100% për ilaçet. 600.000 të pasiguruar që marrin rregullisht shërbimet pa asnjë dallim dhe diskriminim. Shkojmë përpara. 300.000 vende pune, po më, patjetër. Lexo regjistrat e shtetit, kur morëm detyrë 1.023.000 në regjistra, sot 1.327.000. Sa bëjnë Aziz se me aritmetikën ju keni probleme andej nga ato anët andej, te këneta dhe rrethinat. Duket se i kalojnë 300.000, apo jo? Ulja e taksave, po sigurisht më. Prap, regjistrat e taksave. Merri, shikoj, dhe do shohësh, janë apo si janë 97% që paguajnë më pak se sa që paguanin, dhe ai ka apo si ka Shqipëria taksat më t'ulta në rajon, se në Europë as nuk diskutohet. Letrat Aziz, jo kënetat. Çmimi i energjisë, pa diskutim. Ul 10.5%. Çmimi më i ulët se asnjëherë i energjisë nga viti 1990. Financimi i arsimit, absolutisht, dhe nuk është më i larti, është shumë më i lartë, po t'jap vetëm arsimin e lartë. Financoj me vetëm 60 e kusur milion euro, sot 200 milion euro, është trefish më duket, apo jo? Tani pse futesh dhe ke mbështetja e fermerëve, se ka shumë fakte bujësia që ishte për tokë, po t'jap 2, thjesht, gjysmë miliard euro eksporte produktesh bujësore shqiptare në Europë dhe për te Europës. Raporti eksport-import nga 1:9, 1:3. Heqjen e të vëshës ushqimeve këtë drejt, nuk e kemi bërë. Ka qenë një dëshirë shumë e madhe, shumë e mirë, ambicie e parealizueshme, ende dot akoma sot. Legalizimet, po patjetër, 21.000 legalizime gjetëm, 270.000 kemi bërë deri tani, pa diskutim falas, pjesa e mbetur mbyllet mandat në 4. Ujë, 4 zona urbane kishte me 24 orë ujë, sot janë 43 urbane, 98 rurale, 11 të tjera në kantierë dhe 5 fundit që mbeten janë mandat në 4. Tani mos hyrë dhe ke borxhi publik tani, seriozisht e ke tani. E gjetëm 8% dhe sot e kemi 55%. Aziz, fakte regjistra shtetëror, fakte raportesh prestigjioze të institucioneve ndërkombëtare, fakte institucionesh të pavarura si instati dhe jo kua kënetash politike dhe mediatike. Gjithë mirat dhe shiko, në 11 maj mos u merr me këto tifozligjet, po futi një vot aty për të marrë pasaportën europiane. Do të duhet.